Demokraci Plus prezanton mendimi kritik në parandalimin e radikalizmit të të rinjt. Mesazh për shikuesit, lexuesit. Kjo video është realizuar nga Demokraci Plus për të rinjt e moshave në mes 15 dhe 18 vjeç dhe ka në përmbajtje informata me qëllim të parandalimit të radikalizmit të të rinjt përmes mendimit kritik. Kjo video zgjat rreth 15 minuta dhe është bërë në atë mënyrë që ju mundson juve të lexoni dhe të ndëgjoni të njëjtën përmbajtje. Me qenë se prezenca në shkolla në kohë të pandemisë së COVID-19 është e pamundur, në fund të prezantimit keni email adresën e komunikimit me Demokraci Plus për pyetjet e juaja që mund t'i keni rreth këtij prezantimi dhe rreth temës në përgjithësi. Disa informata para se të fillojmë. Demokraci Plus, bashkë me disa organizata të tjera të shoqërisë civile në Kosovë, nga viti 2018 janë duke realizuar një projekt i cili ka për synim parandalimin e radikalizmit në Kosovë. Në këtë aspekt, Demokraci Plus është duke punuar me të rinjt e të gjitha komunave të Kosovës përmes aktiviteteve si punëtori, teste, raste për diskutim dhe shkëmbime të njohurive dhe informatave në këtë fushë. Ky prezantim ka për qëllim të nxjisë të menduarit kritik tek nxënësit, diskutimin dhe si të rinjt duhet të kenë kujdes kur hasin në informata dhe video online që janë me përmbajtje radikaliste. Kur e dëgjoni fjalën radikalizëm apo radikalizim, çka mendoni se do thot kjo fjalë? Mendo pak. Radikalizimi është proces në të cilin njerëzit, sidomos të rinjt, mund të kalojnë nga ide, pikpamje toleruese në ide, pikpamje ekstreme të urrejtjes ndaj njëri tjetrit deri në përdorim të dhunës. Radikalizimi lidhet me ide, pikpamje të fushave të ndryshme, edhe jo vetëm fetare, pra lidhet edhe me ide, pikpamje politike, kulturore edhe të tjera. Si pasojë e radikalizimit, sipas doracakut për mësimdhënës mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm të Ministrisë së Arsimit, botuar në maj 2018, gjithsej 360 kosovar janë bashkangjitur luftrave të huaja në Siri dhe vende tjera. Në numrin prej gjithsej 360 personave, prej tyre 255 ishin luftëtar, 48 ishin gra dhe 57 ishin fëmijë. Po ashtu, rreth 36 fëmijë kanë lindur në zonat e luftës, që do të thotë se 57 të cilët kanë shkuar dhe 36 të lindur atje, del që 93 fëmijë të kenë qenë në zonat e luftës deri në këtë kohë. Kur e dëgjoni fjalën mendim kritik, çka mendoni se do thotë kjo fjalë? Mendo pak. Të menduarit kritik shpesh ngatërohet me kritikat ndaj qëndrimeve të të tjerëve. Mos kërko definicion mbi atë se çka është mendim kritik, por bëni përpjekje ta kuptoni atë në bazë të shembujve. Të menduarit kritik është i rëndësishëm për shoqërinë. Jetojmë në epokën e informacionit. Të mendosh në mënyrë kritike do të thotë të jesh në gjendje të bësh pyetje në lidhje me një problem apo situatë të caktuar. Të jesh i hapur ndaj informatave të ndryshme dhe t'i krahasosh ato. Të jesh në gjendje që t'i dallosh informatat të cilat qëndrojnë në kundërshtim me njëra tjetrën. Të jesh në gjendje të dallosh informatën e besueshme, të dallosh faktët nga supozimet. Të jesh në gjendje që ti përzgjedhësh informatat dhe ti vendosësh në kontekst të zgjidhjes së problemit. Të jesh në gjendje të arsyetosh dhe analizosh. Të jesh në gjendje që ti sfidosh idetë të tjerëve. Të jesh në gjendje që të nxjerrësh përfundime dhe gjykime të vlefshme për situatën apo problemin e dhënë. Roli i nxënësit në mësimdhënien bashkëkohore. Në procesin e mësimdhënies bashkëkohore,
Përveç ndryshimeve tjera, ka ndryshuar edhe roli nxënësit. Nxënësit duhet të jenë aktiv në diskutime, të bëjnë pyetje në klasë, të gjejnë fakte edhe të ballafaqojnë mendimet me tjetrin. Mendimi kritik është shumë i rëndësishëm në formimin e mëtejmë të nxënësit, në shkollë, familje, si dhe jashtë asaj. Disa mënyra që ju ndihmojnë ti përmirësoni aftësitë tuaja të mendimit kritik. Vini në pikpyetje ato që e dëgjoni. Mos i merrni informacionet si të sakta, derisa edhe vetë ti keni analizuar ato, ti keni krahasuar me burime të ndryshme dhe vërtetuar ato. Pyesni gjithçka, pra kërko informacion shtesë. Çdo njeri mund të mbajë mend fakte, por aftësia për t'i përdorur gjërat që dim varet nga të menduarit kritik. Në shoqërinë e sotme, të menduarit kritik ndërton rezistencë ndaj shumë dukurive negative, përfshirë radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Platformat e medjeve dhe rrjeteve sociale janë të mbushura me të ashtu quajturat lajme të rreme dhe propaganduese. Disa burime të radikalizmit. Ligjërata me përmbajtje, ide radikaliste apo ekstreme që karakterizohen me qëndrime të ashpra ndaj tjetrit. Broshura, materiale propagandistike me qëllim nxitjen e të rinjve të përqafojnë ide të radikaliste edhe të shohin të tjerët si kundërshtar të tyre. Forma tjera të komunikimit në mes të individëve dhe grupeve të cilat përfshin edhe komunikimin online. Video dhe informata tjera online të qasshme në internet, që propagandojnë edhe nxisin urrëtie dhe luftë ndaj atyre që mendojnë ndryshe apo kanë besim tjetër. Për të parë ndikimin online në radikalizim, lexoni apo dëgjoni shembullin në vijim. Lidhja në mes të YouTube, Facebook dhe ekstremizmi dhunshëm. Një ndër arsyet kryesore që u bashkangjita konfliktit ishin pamjet dhe vrasjet e civilëve në Siri, që i shikoja në YouTube. Përmes Facebookut komunikova me një shqiptar atje, i cili më tregoi se kënd ta kontaktoj në Kosovë. Më pasaj mora biletën dhe udhtova drejt në Siri dhe në Irak. Ky ishte një fragment i shkëputur nga intervista me luftëtarin e rikthyer, cituar në raportin Fush Betejat e Reja, aktiviteti i grupeve ekstremiste në rrjetet sociale në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, raporti Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, botuar në nëntor 2017. Megjithatë, personat të cilët tentojnë të manipulojnë online mund t'i ndajmë në dy grupe, me qëllime të ndryshme, si në pjesën në vazhdim. Grupi i parë, manipulues apo mashtrues që kanë për qëllim përfitimet ekonomike, edhe grupi i dytë, manipulues apo mashtrues që kanë për qëllim rekrutimin në organizata qoftë dhe radikaliste dhe ekstremiste të dhunshme. Disa këshilla. Publikoni informacione personale sa më pak. Statusi juaj personal, beqar, i e martuar dhe të tjera, adresa banimit dhe informacionet të tjera nuk janë me interes për publikun dhe as për punëdhënës potencial, por ato mund të kesh përdorën nga kesh përdoruesit në internet. Mbani llogarit në rrjetet sociale shumë private. Kesh përdoruesve dhe hakerve ju pëlqen të dinë sa më shumë për ju dhe historinë e asaj se çfarë kërkoni në internet. Mbani aktive, versioni on, të gjitha opsionet e privatësisë që ju ofrohen nga aplikacionet apo nga websajtet. Aplikoni shfletim të sigurt. Në disa raste, mund të ketë buton të fshet në përmbajtje, të cilën keni dëgjuar, edhe klikimi mbi të mund të dërgojë të dhënat e juaja personale tek keqpërdoruesit edhe faqe apo linqe në skaje të dritarës që keni hapur me mesazhe tërheqëse, si lojra të ndryshme apo edhe çmime që potencialisht do të mund t'i fitonit. Siguroni që burimi i internetit ku jeni kyçur është i sigurt.
Wi-Fi publike nuk konsiderohen si të sigurta. Në këto burime të internetit, duhet të jemi të kujdesshëm sidomos në përdorimin online të xhirologarive bankare. Bëni kujdes në lidhje me atë se çfarë downloadoni apo shkarkoni në internet. Cilësohet si një nga metodat më efikase të vjedhjes së të dhënave nga kompjuteri juaj, shkarkimi i programeve apo aplikacioneve të ndryshme. Vendosni pasvort apo fjalëkalim të fortë. Ndër fjalëkalimet më të dobta cilësohen këta dy: pasvort dhe 1 2 3 4 5 6, ndërsa një pasvort i fortë është ai që kombinon shkronja si ABS, numra si 1 2 3 edhe karaktere si @ pikë çuditëse, përqindje edhe të tjera. Shihni në vazhdim një thënie të një prej mendimtarëve më të mëdhenj të shekullit 20, e që lidhet me mendimin kritik, për cilin kryesisht folëm në këtë prezantim. Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Në rast se ju duhet përkthimi, kjo do të thotë: edukimi nuk është mësimi i fakteve, por trajnimi i mendjes për të menduar. Edhe disa këshilla për fund. Kur shikoni një video, lexoni një informacion, apo kur dikush tenton të ju bindë për diçka, në secilin rast, përdor mendimin kritik. Pyet e veten, pse duhet ta besoj këtë informacion? Gjithmonë praktikoni që të konsultoheni me dikën në familje, shkollë apo shoqëri. Shiko se kush është duke dhënë atë informacion dhe vlerëso nëse edhe burime tjera thonë të njëjtën gjë. Zbulo apo gjej vetë të vërtetën, duke krahasuar të dhënat dhe informacionet. Shiko dhe vlerëso se cili burim ofron fakte, cili informacion është i vërtet, para se të veprosh. Lexoni pyetjet në vazhdim dhe mendoni me veten tuaj. A jeni nxitur ndonjëherë nga ndonjë person drejt radikalizmit? Informacion që keni lexuar apo video që keni shikuar mbi radikalizmin? Nëse po, si keni reaguar? A jeni konsultuar me mësuesin, prindin apo shokët? A keni provuar të hulumtoni për ato informacione në burime tjera se çfarë thonë? A keni pasur ndonjë rast kur një shok apo shoqe është nxitur drejt radikalizmit? Nëse po, çfarë keni bërë për ta ndihmuar? Si do të veproni nëse dikush nga shokët apo shoqet tuaja është ndikuar nga radikalizmi, por që juve ju ka treguar në mirëbesim për këtë? Ky ishte prezantimi lidhur me evitimin e radikalizmit dhe me stimulimin e të menduarit kritik. Për çdo pyetje apo koment tuajin, ju lutem na shkruani në info@dplusviskс.org. Faleminderit për vëmendje.